Janari fillon fort. Gjysma e parë zbulon mesazhin e vërtet për çdo shenjë. Gjysma e parë e janarit nuk është thjesht një vazhdim i festave, por një periudhë ku energjitë vendosin tonin e muajve që vijnë. Nga 1 deri më 15 janar, çdo shenjë përballet me sinjale të qarta. Disa duhet të marrin vendime, disa të mbyllin kapituj dhe disa të përgatiten për ndryshime të papritura. Ky parashikim fokusohet te realiteti, te lëvizjet e brendshme dhe të ndikimet konkrete që prekin dashurinë, punën dhe drejtimin personal. Dashi, fillimi i janarit të gjen më të vetëdijshëm për drejtimin që po merr jeta jote. Nga 1 deri më 15 janar, energjia të shtyn të rishikosh vendime të marra me nxitim në fund të vitit të kaluar. Në punë, shfaqet një mundësi për të rregulluar një situatë që të ka stresuar, por kërkon qetësi dhe strategji. Marrëdhëniet personale kalojnë në një fazë më të sinqertë, ku fjalët e pathëna dalin në sipërfaqe. Financiarisht, është periudhë për organizim dhe jo për rrezik, sidomos në ditët e para të muajit. Emocionalisht, ndjen nevojën për të kontrolluar impulsin dhe për të dëgjuar më shumë intuitën. Gjysma e parë e janarit të mëson se forca e vërtet nuk është vetëm veprim, por edhe durim. Duke mos nxituar, arrin të krijosh një bazë më të qëndrueshme për pjesën tjetër të muajit dhe të vitit. Demi, gjysma e parë e janarit sjell për ty një nevojë të fortë për stabilitet dhe qartësi në zgjedhje. Nga dita e parë e muajit deri më 15 janar, do të ndjesh se ritmi i ngadaltë është aleati yt më i mirë. Në punë, situata që më parë dukej e paqartë fillon të marrë formë, por kërkon durim dhe përkushtim. Marrëdhëniet personale kërkojnë siguri emocionale dhe veprime konkrete, jo premtime boshe. Financiarisht, kjo periudhë favorizon organizimin, kursimin dhe planifikimin e shpenzimeve të ardhshme. Emocionalisht, ke nevojë për qetësi, rehati dhe distancim nga drama e të tjerëve. Gjysma e parë e janarit të mëson të mos nxitohesh për të kënaqur askënd, por të respektosh ritmin tënd. Duke qëndruar besnik ndaj vlerave dhe kufive personal, ndërton një bazë të fortë që të mbështet jo vetëm këtë muaj, por gjithë vitin që sapo ka nisur për ty. Binjakët, fillimi i janarit të gjen me mendje aktive dhe dëshirë për lëvizje, por kjo periudhë kërkon fokus dhe selektim të ideve. Nga 1 deri më 15 janar, informacionet janë të shumta, por jo të gjitha vlejnë për ty në punë. Një bisedë ose propozim mund të hapë një drejtim të ri, por duhet analizuar me kujdes. Marrëdhëniet personale kërkojnë komunikim të qartë dhe shmangje të keqkuptimeve të vogla. Financiarisht, është e rëndësishme të mos veprosh me impuls, sidomos në ditët e para të muajit. Emocionalisht, ndjen nevojën për qartësi mendore dhe hapësirë për reflektim. Gjysma e parë e janarit të mëson se jo çdo mundësi duhet ndjekur menjëherë. Duke përzgjedhur prioritetet dhe duke ruajtur energjinë, arrin të ndërtosh një drejtim më të qëndrueshëm. Kjo periudhë shërben si filtër i rëndësishëm për vendimet që do të ndikojnë vazhdimin e muajit dhe planet afatgjata. Gaforja. Gjysma e parë e janarit të vendos përballë nevojës për siguri emocionale dhe riorganizim të brendshëm. Nga 1 deri më 15 janar, ndjen se disa situata kërkojnë më shumë kujdes dhe ndjeshmëri. Në punë, ritmi mund të duket i ngadaltë, por në fakt po ndërtohen baza të rëndësishme për vazhdimsinë. Marrëdhëniet familjare dhe sentimentale janë në fokus dhe kërkojnë sinqeritet, jo shmangje. Financiarisht, është periudhë për të rishikuar shpenzimet dhe për të vendosur kufi më të qartë. Emocionalisht, ndjen nevojën për mbështetje dhe për të mos mbajtur gjithçka brenda vetes. Gjysma e parë e janarit të mëson të mbrosh energjinë tënde dhe të mos sakrifikosh qetësinë për të kënaqur të tjerët. Duke dëgjuar intuitën dhe duke vepruar me maturi, krijon një ndjenjë stabiliteti që të ndihmon të përballosh më lehtë sfidat e pjesës tjetër të muajit dhe të ndihesh më i sigurt në zgjedhjet që bën. Luani, fillimi i janarit të fton të reflektosh mbi mënyrën si po e përdor energjinë dhe vëmendjen tënde. Nga 1 deri më 15 janar, situatat kërkojnë më shumë përulësi dhe më pak impuls për të dominuar. Në punë, një përgjegjësi shtesë mund të duket sfiduese, por të jep mundësinë të tregosh pjekuri dhe aftësi organizuese. Marrëdhëniet personale kërkojnë dëgjim dhe respekt, jo imponim. Financiarisht, kjo periudhë të nxit të jesh më i kujdesshëm dhe të shmangësh shpenzimet për imazh. Emocionalisht, kërkon vlerësim të brendshëm dhe jo vetëm miratim nga të tjerët. Gjysma e parë e janarit të mëson se forca e vërtet nuk është gjithmonë në qendër të vëmendjes, por në vetë kontroll.
Duke ruajtur ekuilibrin mes krenarisë dhe maturisë, arrin të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme dhe një drejtim më të qëndrueshëm për vazhdimin e muajit. Virgjëresha, që në ditët e para të janarit ndjen nevojën për rregull, qartësi dhe strukturë në çdo aspekt të jetës. Nga 1 deri më 15 janar, energjia të shtyn të analizosh vendimet e fundit dhe të korrigjosh detajet që ke lënë pezull. Në punë, përqendrimi dhe organizimi të ndihmojnë të fitosh besim dhe respekt, por është e rëndësishme të mos e teprosh me perfeksionizmin. Marrëdhëniet personale kërkojnë mirëkuptim dhe më pak kritik, sidomos ndaj vetes. Financiarisht, kjo periudhë është e përshtatshme për planifikim afatshkurtër dhe rregullim buxheti. Emocionalisht, mund të ndjesh lodhje mendore nëse përpiqesh të kontrollosh gjithçka. Gjysma e parë e janarit të mëson se jo çdo gjë ka nevojë për zgjidhje të menjëhershme. Duke pranuar ritmin natyror të situatave dhe duke i dhënë vetes hapësirë për pushim, arrin të krijosh një balancë më të shëndetshme. Kjo periudhë shërben si bazë e fortë për vendime më të qarta në vazhdim të muajit dhe të vitit. Peshorja. Fillimi i janarit të vendos përballë nevojës për ekuilibër mes dëshirave personale dhe kërkesave të tjerëve. Nga 1 deri më 15 janar, situata të shtyn të marrësh vendime që nuk mund të shtyhen më. Në punë, bashkëpunimi dhe diplomacia janë çelësi për të shmangur tensione të panevojshme. Marrëdhëniet personale kërkojnë sinqeritet dhe qartësi, edhe nëse kjo do të thotë të thuash të vërteta të vështira. Financiarisht, kjo periudhë kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve impulsive për të ruajtur stabilitetin. Emocionalisht, ndjen nevojën për harmoni dhe qetësi mendore. Gjysma e parë e janarit të mëson se balanca nuk arrihet duke kënaqur të gjithë, por duke respektuar veten. Duke vendosur kufi të butë dhe duke ndjekur intuitën, arrin të krijosh një ndjenjë stabiliteti të brendshëm. Kjo periudhë të përgatit për zgjedhje më të sigurta dhe marrëdhënie më të shëndetshme gjatë vazhdimit të muajit. Akrepi. Fillimi i janarit të gjen më të thellë, më reflektues dhe më të fokusuar te e vërteta. Nga 1 deri më 15 janar, ndjen se disa situata nuk mund të shmangen më dhe kërkojnë përballje të qetë. Në punë, një vendim i rëndësishëm merr formë, por kërkon maturi dhe strategji, jo reagim emocional. Marrëdhëniet personale nxjerrin në pa sinqeritetin dhe testojnë besimin. Financiarisht, kjo periudhë kërkon kontroll dhe shmangje të rrezikut, sidomos në ditët e para. Emocionalisht, ndjen nevojën për qartësi dhe distancë nga njerëz që konsumojnë energjinë tënde. Gjysma e parë e janarit të mëson se transformimi vjen nga vetkontrolli dhe jo nga konfliktet. Duke zgjedhur reflektimin në vend të impulsit, arrin të kuptosh më qartë çfarë duhet lënë pas. Kjo periudhë shërben si pastrim i brendshëm dhe përgatitje për ndryshime më të mëdha që do të shfaqen gradualisht gjatë muajit, duke të dhënë ndjesi fuqie dhe qartësie personale. Shigjetari. Energjia e gjysmës së parë të janarit të shtyn të shohësh përpara me optimizëm, por edhe me realizëm. Nga 1 deri më 15 janar, dëshira për lëvizje dhe zgjerim është e fortë, por kërkon drejtim të qartë. Në punë, një ide ose plan i ri ka potencial, por duhet strukturuar përpara se të vihet në zbatim. Marrëdhëniet personale kërkojnë sinqeritet dhe shmangje të premtimeve të nxituara. Financiarisht, kjo periudhë është e përshtatshme për planifikim dhe rishikim të qëllimeve, jo për shpenzime impulsive. Emocionalisht, ndjen nevojën për liri, por edhe për stabilitet të brendshëm. Gjysma e parë e janarit të mëson se entuziazmi duhet shoqëruar me përgjegjësi. Duke ruajtur fokusin dhe duke mos shpërndar energjinë në shumë drejtime, arrin të ndërtosh një bazë më të fortë. Kjo periudhë të ndihmon të qartësosh prioritetet dhe të përgatitesh për hapa më të mëdhenj në vazhdimin e muajit dhe vitit. Britsjapi. Gjysma e parë e janarit të vendos në një pozicion reflektimi dhe përgjegjësie të shtuar. Nga 1 deri më 15 janar, ndjen nevojën të marrësh kontroll mbi drejtimin profesional dhe personal. Në punë, përkushtimi yt vihet re, por kërkohet durim për rezultate të qëndrueshme. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga qartësia dhe komunikimi i drejtpërdrejtë, pa fjalë të panevojshme. Financiarisht, kjo periudhë favorizon planifikimin dhe rregullimin e detajeve afatgjata. Emocionalisht, mund të ndjesh presion për të qenë gjithmonë i fortë, por është e rëndësishme të lejosh pushim. Gjysma e parë e janarit të mëson se stabiliteti ndërtohet me hapa të vegjël dhe të vazhdueshëm. Duke mos marrë mbi vete më shumë se ç'mund të përballosh, arrin të ruash balancën dhe qartësinë mendore.
Kjo periudhë shërben si bazë solide për vendime më të mëdha që do të ndikojnë drejtimin e muajve në vazhdim dhe objektivat e vitit. Ujori. Fillimi i janarit të sjell nevojën për liri mendore dhe riorganizim të ideve. Nga 1 deri më 15 janar, mendimet janë të shumta, por kërkojnë strukturë për t'u bërë të dobishme. Në punë, një ide kreative mund të kthehet në zgjidhje konkrete nëse i kushton vëmendje detajeve. Marrëdhëniet personale kërkojnë komunikim të hapur dhe shmangje të distancës emocionale. Financiarisht, kjo periudhë nuk favorizon rrezikun, por planifikimin e kujdesshëm. Emocionalisht, ndjen nevojën për hapësirë dhe qartësi, larg ndikimeve të panevojshme. Gjysma e parë e janarit të mëson se liria e vërtet vjen kur vendos kufi të shëndetshëm. Duke balancuar idetë me realitetin dhe duke mos shpërndar energjinë, arrin të ndërtosh një drejtim më të qartë. Kjo periudhë të përgatit për vendime më të guximshme më vonë gjatë muajit dhe vitit. Peshqit. Energjia e fillimit të janarit është e butë, por shumë do me thënë se për ty nga 1 deri më 15 janar, intuita është më e fortë dhe të ndihmon të kuptosh sinjale që të tjerët i shpërfillin. Në punë, është e rëndësishme të ruash qartësinë dhe të mos lejoj emocionet të ndikojnë vendimet. Marrëdhëniet personale kërkojnë mirëkuptim, ndjeshmëri dhe kufi të qartë. Financiarisht, kjo periudhë kërkon maturi dhe shmangje të vendimeve të nxituara. Emocionalisht, ndjen nevojën për qetësi dhe kohë për veten. Gjysma e parë e janarit të mëson se ndjeshmëria është forcë kur shoqërohet me vetdije. Duke dëgjuar intuitën pa humbur kontaktin me realitetin, arrin të ndërtosh një ekuilibër të brendshëm. Kjo periudhë shërben si përgatitje shpirtërore për ndryshime graduale që do të ndikojnë drejtimin e muajve në vazhdim dhe zgjedhjet personale. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën në janar. Bëj like nëse të ndihmoi ky parashikim. Abonohu për parashikime të rregullta. Dhe shpërndaje videon me dikë që pret përgjigje për fillimin e vitit.